Platforma e shërbimeve e Kosova ka lansuar një shërbim të ri që u mundëson qytetarëve të paraqesin ankesa ndaj zyrtarëve policor. Sipas njoftimit zyrtar, ankesa mund të bëhet direkt përmes platformës, pa pasur nevojë për ndonjë procedurë të komplikuar. Ky funksionalitet është realizuar në bashkëpunim me Inspektoriatin Policor të Kosovës. Udhëheqësi i Divizioni për Bashkëpunim dhe Informim të IPK-s, Arber Beka, tregon se cilat janë procedurat shtesë pasi të kenë pranuar një ankesë nga qytetarët. Procedurat që qytetarët ndjekin e pashtu zyrtarët e IPK-s pas pranimit të ankesave janë të njëjta sikurse një qytetar do të vinte në zyrat e Inspektoratit Policor fizikisht, që nënkupton se të gjitha informacionet që pranohen ose të gjitha ankesat që pranohen përmes këtij portalit që ka bërë ndërlidhjen tashmë IPK-ja përmes e-Kosovës, trajtohen njësoj sikurse të gjitha ankesat tjera që qytetarët vinë dhe adresojnë fizikisht në IPK. Beka gjithashtu tregon sa ankesa janë pranuar që nga lancimi i këtij shërbimi. IPK trajton mesatarisht rreth 2000 ankesa brenda vitit, parafërsisht ndonjë vit më shumë, ndonjë vit më pak. IPK do të vazhdojë të përcjell trendin për shkak se tashmë kjo vetë sa ka filluar. Zyrtarisht është lancuar që nga 1 prilli i këtij viti. Ne do të përcjellim trendet, po edhe ashtu bazuar në trendet e viteve të kaluara, IPK pranon më shumë se 40% të ankesave në formë të ndryshme elektronike, që nënkupton se qytetarët e Republikës së Kosovës janë duke shfrytzuar për parimet e teknologjisë informative. Ndërsa secilat janë veprimet që ndërmerren në rast se një zyrtar policor shpallet përgjegjës për shkelje të drejtave të qytetarëve, Beka i thotë se fillojnë procedurat hetimore pasi të jenë verifikuar pretendimet e qytetarit, na tregon udhëheqësi i Divizionit për Bashkëpunim dhe Informim në IPK Beka. Fillimisht IPK fillon rastin në 2 mënyra, ose duke bazuar në ankesën që ne pranojmë nga qytetarët. Mënyra tjetër është kur hethuesi i IPK-s pas pranimit të informacionit përmes rrugëve operative ex officio ose sipas detyrës zyrtare fillojnë një hetim. Pas që të verifikohen pretendimet e qytetarit, bazuar në informacionet që jep pranë hethuesve të IPK-s, ndërmerren veprime në koordinim me prokurorin e shtetit. Nëse pretendimet e qytetarit qëndrojnë, atëherë IPK dorëzon kallëzim penal tek prokurori i shtetit varësisht prej llojit të shkeljes ose shkeljes ligjore veprës penale që mund të ketë kryer zyrtari policor. Lancimin e këtij shërbimi e vlerëson të mirë edhe një qytetar. Këtë aplikacion vetë se sa përdora për punë më herët, po masi ku ka bërë edhe zgjedhja për këtë rast, koka shumë e mirë, neve na kursen kohë, na kursen energji, edhe pse mes më hub nerva mes më prish. Përmes këtij shërbimi synohet të rritet bashkëpunimi mes qytetarëve dhe policisë në secilin rast ku pretendohet se është bërë ndonjë shkelje e të drejtave të qytetarëve.